Mes heshtjes së shtëpisë së Big Brother VIP Albania, Selim Bollati preku zemrat e publikut me një rrëfim tepër personal. Me lop në sy, ajo tregoi një nga periudhat më të vështira të jetës së saj, momentin kur vëllai i saj, Ono, përjetoi për herë të parë një krizë epileptike. Selini kujtoi se gjithçka ndodhi papritur në një mbrëmje kur familja po ndiqte një ndeshje të rëndësishme të Shqipërisë. Ulërimat që fillimisht I dukeshin si brohorima goli, rezultuan të ishin thirrje paniku. Ajo doli nga dhoma dhe pa vëllan në krizë, ndërsa familjarët nuk dinin si të vepronin, pasi nuk kishin përjetuar kurrë më parë një situatë të tillë. Banorja rrëfeu se për një kohë të gjatë jetoi me ankthin e natës. Krizat I ndodhnin vetëm kur të gjithë flinin dhe ajo qëndronte zgjuar, e frikësuar se mos nuk do ta dëgjonte në kohë për ta ndihmuar. Ulej, lutej në heshtje dhe kërkonte një zgjidhje. Më vonë, gjyshërit e saj që jetojnë në SHB e morën Onon për trajtim dhe për të kuptuar më mirë gjendjen e tij. Por ndarja për 2 vite ishte një tjetër goditje për Selinin, e cila nuk ishte mësuar të jetonte pa praninë e të vëllait në shtëpi. Një histori që tregoi forcën e lidhjes familjare dhe sakrificën në momente të vështira.